Cilat ishin figurat kryesore të kësaj betejë dhe cili ishte kontributi i tyre në këtë betejë? Shikoni, tash lidhja e Prizrenit kishte në krye, domethënë kishte në krye Ali Pashën, pra Ali Pashgusin, që ishte dhe komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të lidhjes së Prizrenit. Meqense se në vendin nga vinte ai, pra në krahinën e plasët Gusis, tash për tash në Kongres të Berlinit u vendos që kjo krahinë pra t'i dorëzohet Malit e Zi pra nga Perandoria Osmane, sepse ashtu vendosi Kongresi i Berlinit. Dhe natyrisht shqiptarët thanë jo. Perandoria Osmane në fillim as po as jo, e pastaj shtetet e mëdha, domethënë shtetet e mëdha të Evropës, pra fuqitë e mëdha, thanë duhet patjetër të kryhet dorëzimi. Dorëzimi pra nuk u krye në vitin 78, nuk u krye në vitin 79, gjatë kësaj periudhe Perandoria Osmane dërgoi dy pashallar pra i dërgoi që të bëjnë dorëzimin, i pari veç e dini u vra, pra Maxar Pasha, siç e kemi të përmendur në traditën tonë, ndërsa Pasha i dytë e kaloi edhe Gjakovën dhe mriti në Rugov, pra i afroi kufirit. Ky ishte Ahmet Miftar Pasha, nuk ishte aq i mençur si Pasha, po jo. Edhe kënga popullore flet për njërin nga luftetarët të Rugovës apo jo, për Balalin, që thot Balalia i trim drangua. Një tagan dora i ka shkua, as një fjalë të pashtë të dua. Shi i bjesht ka i ka rrëthua, thënë të rrëthu me t'la me në gjak, tu i pa luft me Karadak, e ti pa thu me i fjalë goje epja. I thot, nëjse. Edhe ai merr vesh se, të më thonë, do t'i pritet koka, edhe kthehet mrapa. Dhe kështu pra, Perandoria Osmane nuk e kreu detyrën e vet, sepse edhe nuk ishte mundësi. Evropa ishte ajo që, domethënë, i vlante nga mërzia, pra nga inati, se s'është mundur një popull apo jo të bëj një jo kaq të madhe, që mund quhet edhe një jo historike asaj kohe. Dhe tash në këtë periudhë pra filloi grumbullimi i forcave shqiptare vullnetare, jo vetëm nga Plava Gusia Rukova, po edhe nga Malësia Gjakovës, pra Gash Krasniqi e Bityqi, pastaj nga Malësia e Madhe, pra nga Kelmendi, nga Kastrati dhe nga Hoti, Gruda, pastaj Trieshi dhe Këndej, Rrafshi Dugaqini, pra Podguri Pejs, Pes Lugjet e Pejës, krahina e Rekës, pra pastaj Llapusha, Llapi, Gallapi, pra Drenica, domethënë gjitha vizet pra shkonin kështu deri vullnetarët edhe deri Kadibra edhe më larg. Dhe sistemi i ushqimit, po azami, vullnetarëve dhe i fjetjes ka funksionuar disi, ndoshta ka funksionuar pjesërisht mirë. Dihet saktësisht se Agjzeka bie fjala që ishte në krye të këtyre aksioneve që ishte dhëntari i shtabit të përgjithshëm, thot gjithë mullinjtë e Pejës më rrethin thot kanë mbluar për Plavë Gusi. Edhe karavanet vazhdonin, domethënë rrugën e vet me miell, pra duke dërguar miell për Plavë Gusi për ushqim. Nuk e di si ka funksionuar çështja e municionit, bie fjala çështja e spitaleve, e shërimit të plagëve, dhe të gjitha u bën ato, por ende deri më sot nuk kemi një studim, siç pyetet pak më parë, me këto rreth 30 punime, ende sot nuk kam parë një studim të hollësishëm, bie fjala madje as të gradave, se për aq vullnetar, po azam sipas sistemit të gradave duhet lidhja prezent të kishte bie fjala rreth 20 general. Po, pastaj do të vinin të tjerët me gradat më të ulta, oficerët e lartë, bie fjala kolonelet, nën kolonelet, majorët, pastaj oficerët e mesëm nga kapiteni kështu me radhë, dhe deri të njësitë fillestare, bie fjala të komandimit. Edhe këto nuk i kemi. Domethënë ka vend për një disertacion doktorate të cilën nuk e kemi deri më sot. Por po kthehem prapë te pyetja juaj atje, Alia, pra Ali Pasha ishte në krye. Dhe Alia ishte një komandant shumë i suksesshëm, sepse kishte përvojë. Përvojë kishte me Malin e Zi, se Mali i Zi nuk ishte era e parë që mësynte në tokat tona. Mali i Zi kishte mësyer edhe përpara. I kemi ato mbrojtjet heroike, bie fjala në vitet 70, në vitet 70-75, domethënë këtë kohë kemi betejën e Moraqës, bie fjala kemi, pastaj e kemi këtë vetë frijimin
e Zhuj Selmanit që këndohet sot këngë cep me cep të visëve shqiptare apo jo, dhe që ishte një akt i vetëlijimit, i dyti me radhë në historinë e atyre viteve, dhe më thonë pas vetëlijimit të Osokuks në vitin 62, kjo ishte 75 vetëlijimi i Zhujit, dhe pasaj vjen vetëlijimi 81 i Mitsokolit, pra i kemi 3 vetëlijime në historinë e shqiptare në atë periudhë. Por ky i fundit natyrisht i Adem Jasharit ka qenë vetëlijimi i një sakrifice të përmasave të panjohura në histori deri më sot.